Pyetja tjetër, selam aleikum o gjendëruar, kam një pyetje rreth rreshtave e safave në namazin e xumos. Shpesh ndodh që disa vëllezër ulen në safat e fundit, ndërsa safat e parë mbeten në vende të tjera. Pastaj ata që vinë në vendet e rrugës të kalojnë mes njerëzve për të arritur dhe plotësuar safat e parë. Cila është mënyra më e saktë sipas sunnetit në këtë rast? A duhet të plotësohen fillimisht safat e parë dhe pastaj të vazhdohet me safat e tjera dhe a lejohet të kalohet mes njerëzve për të mbushur safat e parë kur ata janë në bashkë? Allah ju shpërblet, po gjithëruar. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Të janë dy pyetje të cilat të më shpjegua para për me kuptuar dytën. Në hadithin e saktë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka udhëzuar që kur të niset safi, do të më nis direkt pas imamit. Pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam plotësohet ana djathtë, pastaj plotësohet ana majt. Dhe kështu vazhdon. Në komentin e këtij hadithi, dietarët i kanë dhënë dy shpjegime dhe që të dyja në shikim janë të sakta, por unë mendoj se njëna është më saktë se sa tjetra. Fillon e safin mas imamit, pastaj plotëson të djathtën, pastaj të majtën. Një koment i dietarëve ka thonë, fillon safi mas imamit, edhe krejt do të më lidhë në saf derisa të plotësohet ana djathtë. Pastaj do të më lidhë në saf derisa të plotësohet ana majt. Dhe mendimi i dytë që kujtoj që është më i saktë për shkak të praktikës dhe argumenteve të tjera që forcojnë, lidhet i pari mbrapa imamit, i dyti shkon djathtë, i treti shmajt. Pastaj plotëson djathtën, pastaj shmajtën, pastaj djathtën, pastaj shmajtën, pastaj djathtën, pastaj shmajtën, derisa plotësohet komplet safi dhe këto për që të lloj plotësimit safit janë argumentet më të forta. Tash kur vinë njerëzit në veçantinë e ditën e xumë, edhe mungon njohuria, a shiqare që mungon njohurit. Nga se mungon njohurit do të më ullë qashtu, si cili të arë, të e murë gjatë në shmatën, si pas asaj që e vlerëson, edhe vazhdojnë safat të anena. Në hadithin e sakt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, kush vjen ditën e xumë i pari, e ka së vëmë shumë të madhë. Vjen ai safi i parë, është halosh braz, ulet atje, kjo është shiqare që s'ka njohuri, që s'ka mundësi me hum safin e parë. Në ditën e xumë për cilin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë e ka shpërblimin sikur me prej një deve kurban. Cili prej neve mundet me prej çdo xumë ka një deve kurban? Se është kurban i shtrenjtë, kurban shumë i lartë. Shtu e pas mundësien, më ullë e me marrë shpërblimin e ditës xumë, e me marrë shpërblimin që e shef imamin se e ka më afër, edhe ndëgjon edhe kupton më mirë, plus asajna e marrë një shpërblim, sikur me prej një kurban deve, edhe shkon ullet të safi i shtata që për atës nuk ka ardhë në hadith që ka shpërblim. Edhe nëse i bje shpërblim, se hadithi ka shku të izvoglue, safën e dyta që është sa një lopë, në tretin sa një dashën, në katërën sa një knusë, në pesën sa një vua, a i në fund a që pse nalësh vetë a që në fund mos me fitua këta. Edhe këtu një sëqarim shkurt jashtë asajna se kurban knus nuk ka, kurban vua nuk ka, por e ka shpërblimin, se edhe kjo devën se ka therë, po shpërblimin e ka sikur, edhe ai e ka shpërblimin sikur, jo se është legjitim tash kurbani me prej knus, se knus kurban legjitim nuk ka. Tash kjo është rregulli, tash kjo është për me kuptu. Në hadithin tjetër të sakt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka ndalu që me i zgjonua njerëzit ky pej funit me i dhënë zonë me dorë sapor, ka ndalu, ka ndales. Tash ç'ka më bën? Njerëzit kanë ardhur e kanë lënë në shprast. Ai ka ardhur atje edhe tash i hes njerëzit me i shtyje për me dalë të safi i parë. Kurse ndalesa për me i shty njerëzit është e qartë
Edhe këshilla për me ardhur te safi i parë është e qartë. Edhe këshilla është për shkak se kjo nuk është urdhëresë. Çka duhet me bë? Nëse ka mundësi me mri te safi përpara, pa i shty njerëzit në të mrin. Nëse nuk ka mundësi me mri te safi pa i shty njerëzit, mos e ja, edhe nëse komplet safi është pa njerëz. Për shkak se pejgamberi sa më ka ndalu me i shtyje njerëzit. Atëherë çka më bë? Ulu që aty. Ai momi kur ta shesi këtë metën të dera të burra, asi mos i pak çdo se u boni fal gabimi këtu. Çështja është me radhit sofin sipas këtij udhëzimi. Nëse ka vende shprasta që mundesh me arrit taj veni pa i shtyje njerëzit, mri. Nëse jo, rri që aty ku je. Logjika se me ardhë në gjumo, sa hati një, e me nga me zonë sofën e parë, e kom sa një kurban, nuk është. Nuk është kështu, nuk është kjo logjika. Se logjika argumentimit kër vjen në sofën e parë, është për qëllim ai që vjen në sofën e parë, të falë 2 rekate namaz, bën dhikr aty, është afër, bën tip istikfar, bjen e tjera gjona. Nuk është qëllimi veç hiunën, se të mundesh tu përfundu hitbja me ngoa me njerëzit me dalë këtu. Atëre, plëtsën në sofin sipas rregullave, nëse ka neve në zbras që mundesh me hinje pa i larguar njerëzit, nëse jo, ullë që aty ku ka hapsin, vallahu a'lem.